Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ripotakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin ton në Rrëfi me Jete për të rrëfyer një ngjarje që në fakt na tronditi të gjithëve. Një ngjarje që e nxjerr në pa edhe njerë sakrificën që shqiptarët bëjnë në gurbet, atë ndarjen nga prindërit, atë ndarjen nga familja, vetëm e vetëm për të nxjerrë bukën e gojës. Dhe një fat jo të mirë patën disa shqiptarë të cilët të ndruan jetë në Austri në vendin e punës. Unë kam bërë një shkrim në fakt për këtë ngjarje në mënyrë më të detajuar edhe për të sjellur informacione tek ju, por edhe për të ngritur pak vetëdijen tek politikanët, tek qytetarët, sepse politika ndoshta i ka izoluar aq shumë kariket sa që të rinjtë të tanë po na ikin çdo ditë perspektivat e tyre për jetë nga politikanë të cilët kanë në pa më së shumti interesin e tyre sesa interesin e popullit i bën të rinj që të marrin vendime që të ikin sepse nuk kanë zgjedhje tjetër në një vend ku me punë shumë të rënda rrezikohet jeta e tyre. Në një ditë që duhet të ishte si çdo ditë tjetër pune, 3 familje shqiptare morën lajmin më të rënd të jetës së tyre. Një lajm që askush nuk ishte dhe nuk është në fakt i përgatitur që ta dëgjoj. Pajtim Bajrami, Aslan Musliu dhe Istref Zekaj, 3 burra që kishin dalë nga shtëpia për të punuar, për të siguruar jetesën dhe për të mbajtur familjet e tyre. Ato nuk u kthyen më kurrë. Ngjarja e rëndë ndodhi në distriktin të Vienës, një zonë e njohur ku po kryeshin punime ndërtimore në një objekt shumë të vjetër. Aty ku çdo ditë dëgjoheshin zhurma pune, atë ditë u dëgjuan vetëm sirena, vetëm thirrje për ndihmë dhe një heshtje e rëndë që pasoi tragjedinë. Sipas informacioneve të para, një konstruksion betoni në çatin e ndërtesës është rrëzuar papritur duke marrë përpara gjithçka që kishte poshtë. Do me thënë, vdekja ka ardhur si pasojë e rrëzimit të këtij betonit nga lart. Dhe duke i lënë punëtorët të bllokuar nën rënoja. Askush nuk e priste, nuk kishte paralajmërim, vetëm një moment ishte dhe gjithçka mori fund. Forcat e emergjencës, zjarfiksit dhe policia austriake mbritën menjëherë në vendin e ngjarjes, por situata ishte jashtëzakonisht e rrezikshme. Ndërtesa ishte e paqëndrueshme, çdo lëvizje mund të shkaktonte shembje të tjera, madje u përdorën edhe dronë për të vlerësuar situatën nga ajri. Në këtë rast, do me thënë, policia austriake dhe zjarfiksit kanë punuar në mënyrë më profesionale të mundshme, që do me thënë të jenë çdo pikë të detajuar të mos të lënë edhe ndonjë njeri poshtë rënojave. Operacioni i kërkimit zgjati rreth 5 orë, 5 orë ankth, shpresë dhe frikë, 5 orë gjatë të cilave familjarët prisnin një mrekulli, një telefonat apo një lajm të mirë. Por mrekullia nuk erdhi. Trupat e pajetë të 3 punëtorëve u nxorën nga rënojat, duke konfirmuar tragjedinë që tronditi jo vetëm komunitetin shqiptar në Austri, por të gjithë ata që dëgjuan në fakt për këtë ngjarje. Ambasada e Kosovës në Vjenë reagoi menjëherë, duke konfirmuar lajmin e rëndë dhe duke shprehur ngushëllimet më të sinqerta për familjet e viktimave. Ata njoftuan se janë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet austriake dhe familjarët për të ndihmuar në çdo procedurë të nevojshme edhe kthimin e trupave në vendlindje. Sepse një tragjedi e tillë nuk është vetëm dhimbja emocionale, janë dhe procedurat, kthimi i trupave, dokumentet edhe kostot. Një barë e rëndë për familjet që sapo kanë humbur më të dashurit e tyre.
Ndërkohë hetimet për ngjarjen vazhdojnë, ndërsa autoritetet austriake ende nuk kanë dhënë një version zyrtar për shkaqet e këtij aksidenti. Normalisht që akoma edhe në vend ngjarje po bëhen analizat e çështjes, por derisa kemi të bëjmë me një shtëpi shumë të vjetër, aty ku kanë punuar në rindërtimin e këtyre shtëpive, domethënë për t'i rindërtuar të duken si të reja, është shëmbur, muri i betonit nga lart. Advokati Mirsad Musliu ka dhënë disa nga pistat e mundshme që po shqyrtohen. A ishte një problem në statikën e ndërtesës? A kishte mungesë të masave të sigurisë nga ana e punëdhënësit, firma mbi të cilën kanë punuar këto shqiptarë të nderuar? A janë respektuar rregullat e mbrojtjes në punë? A mund të ketë pasur ndonjë gabim njerëzor? Janë shumë pyetje dhe për momentin asnjë përgjigje e sigurt. Por një gjë është e qartë, 3 jetë janë humbur, 3 histori janë ndërprer dhe 3 familje janë thyer përgjithmonë. Pas çdo embri, realisht të fshihet një jetë e tërë. Pajtim Bajrami, një baba që priste të kthehej në shtëpi pas një dite të lodhshme, Aslan Musliu, një bashkëshort që kishte plane për të ardhmen, Istref Zekaj, një djalë që sakrifikonte gjithçka për familjen e tij. Ata nuk ishin thjesht punëtor, ata ishin njerëz me ëndra dhe me përgjegjësi, me dashuri për familjen. Shumë prej tyre kishin zgjedhur emigracionin si rrugë për një jetë më të mirë. Larg vendlindjes, larg njerëzve të dashur, duke përballur çdo ditë lodhjen dhe rrezikun për të siguruar një të ardhme më të mirë. Por ndonjëherë kjo rrugë bëhet shumë e shtrenjtë. Kjo tragjedi ngren edhe një pyetje shumë të mëdha për sigurinë në punë, veçanërisht në sektorin e ndërtimit. Një sektor ku rreziku është gjithmonë i pranishëm, por që nuk duhet kurrë të neglizhohet, sepse çdo punëtor ka të drejtë të kthehet i gjallë në shtëpi. Çdo familje ka të drejtë të mos jetojë me frikën e një telefonate që mund të ndryshojë gjithçka. Sot komuniteti shqiptar në Austri është në zi, në heshtje dhe në dhimbje. Familjarët e viktimave janë duke përjetuar momentet më të vështira të jetës së tyre. Dhimbja e humbjes është e papërshkrueshme, një boshllëk që nuk mbushet kurrë. Por në mes të kësaj dhimbje ka dhe solidaritet. Ka njerëz që qëndrojnë pranë njëri tjetrit, që ofrojnë mbështetjen dhe që ndajnë dhimbjen, sepse në momente të tilla ne kujtojmë se sa e brisht është jeta. Një apel kundërdrejt të gjithë atyre punëdhënësve, duhet të jenë pak më të kujdesshëm dhe të respektojnë pak më shumë jetën e punëtorëve të tyre, se në fund të ditës ç'vlerë ka paraja kur ti e humb njeriu. Ngushëllime të gjithë familjarëve dhe qoftë i lehtë dhe u për ta.